Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot për ju kam sjellë recetën e përgatitjes së turshive me speca të kuq. Në fakt në kanalin tim e kam sjellë disa herë recetën e përgatitjes së këtyre turshive, por vendosa që ta risjell sërish këtë recetë për t'ju treguar ju të gjithëve se unë përdor gjithmonë të njëjtën recetë për përgatitjen e turshive me speca të kuq dhe asnjëherë nuk jam zgënjur nga kjo recetë. Gjithmonë turshit në fund më dalin shumë të mira, po ua sjell edhe një herë metodën time se si unë i përgatis speca turshi dhe jam e sigurt që kushdo që do e provoj këtë recetë, në fund fare do të dalë shumë i kënaqur. Specat në fund fare nuk zbuten, qëndrojnë të forta. Unë në këtë video do t'ju tregoj përbërësit vetëm për 1 kg speca të kuqe. Por nëse keni më shumë kilogram speca, atëherë sigurisht që ju do të shumoni edhe sasinë e përbërësve të tjerë që do t'ju duhen për përgatitjen e lëngut të turshive. Do të pastrojmë specat. Pasi lani dhe i pastroni mirë specat, i fshini ato mirë me një pecetë, edhe më pas specave ju presim pjesën e bishtit edhe i pastrojmë nga farat. Edhe më pas specat i lëm gati derisa të përgatisim lëngun ku do të zhysim specat. Për këtë në një tenxhere do të hedhim 250 ml uthull. Uthull mund të përdorni uthull të bardhë ose uthull të një lloji tjetër. Tek tenxhera ku kemi uthullën do të shtojmë edhe ujin e ftohtë. Në këtë rast kam përdorur rreth gjysmë litër me ujë të ftohtë. Pasi raporti i uthullës me ujin kur unë përgatis turshit është 1:2. Pra nëse në këtë rast unë kam përdorur vetëm 250 ml uthull, në këtë rast për ujin kam përdorur 2 fishin e sasisë që kam përdorur për uthullën. Tani do të shtojmë përbërësit e tjerë. Unë kam shtuar 1 lugë gjysmë gjelle me krip, por sasinë e kripës do ta vendosni vetë sipas shijeve që keni dhe sipas sasisë së specave që do të përdorni. Gjithashtu tek lëngu i specave unë kam shtuar edhe 1 lugë gjelle me sheqer. Sheqeri në këtë rast përdoret si konservues për të ruajtur turshit, megjithatë sasinë e sheqerit dhe të kripës i përcaktoni në varësi të shijeve që keni. Edhe më pas në tenxhere do të shtojmë edhe 2 lugë gjelle me vaj ulliri. Përdorimi i vajit në këtë recetë është sipas dëshirës suaj. Nëse doni mund mos përdorni fare vaj ulliri. Edhe më pas me një telë dore i përziem të gjithë përbërësit në mënyrë që do të tretet kripa dhe sheqeri. Dhe e lëm lëngun në nxehtësi mesatare derisa të marrë val. Kur lëngu që përgatitëm fillon të marrë val, në këtë moment do të hedhim specat një nga një. Procedurën e bëni në mënyrë sa më të shpejtë, në mënyrë që specat të kenë të njëjtën kohë vlimi gjatë kohës që i hedhim në tenxhere. Do t'i lëm specat që të vlojnë për rreth 7 sekonda në njërën anë dhe më pas i kthejmë specat në anën tjetër dhe do t'i lëm specat që të vlojnë edhe për 7 sekonda të tjera në krahun tjetër. Mos i lini specat që të vlojnë më shumë, pasi ato do të zbuten kur t'i fusni ato nëpër vazo. Pra në total, unë specat në këtë rast i kam lënë për rreth 14 sekonda nga të dyja anët. Nëse keni speca më të mëdha, i lini ato për të paktën në 10 sekonda nga njëra anë dhe 10 sekonda në anën tjetër. Në këtë rast, unë siç u thash i kam lënë 14 sekonda dhe më pas specat i kam larguar nga lëngu. Kështu do të veprojmë derisa të përfundojmë të gjitha specat. Më pas specat i heqim dhe i lëm që të ftohen disa sekonda para se t'i fusim në vazo. Ndërkohë përgatisni vazon ku do i bëni turshit. Mirë është të keni vazo që janë të sterilizuara mirë, qofshin këto vazo që i keni përdorur më parë, ose nëse keni mundësi, merrni nga ato kavanoza që janë të gatshëm për përgatitjen e turshive, sipas mundësive që keni. Vazot dhe kapakët i zjeni para se t'i përdorni dhe në këtë mënyrë sterilizohen dhe jeni të sigurt. Për përgatitjen e këtyre turshive, unë kam përdorur rreth 2-3 thelpinj hudhër, gjithë dafine dhe piper të zi kokër.
por këto janë në dëshirën tuaj. Kush ka dëshirë mund mos përdor hudhër fare, por unë ja shtoj pasi më pëlqen shumë shija që marrin turshit në fund. Dalin si ato që shiten të gatshme. Shtoni në vazo hudhër, dafinën dhe piperin e zi dhe më pas rendisni specat me radhë brenda vazos. I sistemojmë specat mirë. Para se ta mbyllim vazon, shtoni sërish hudhër, dafinë dhe piper të zi. Edhe më pas ashtu të nxehtë i hedhim lëngun e uthullës, aty ku zjem dhe specat. Lëngu duhet që të jetë i nxehtë, gjithashtu lëngu duhet që t'i mbuloj specat, prandaj e mbushim vazon deri te gryka. Dhe më pas e mbyllni vazon me kapak dhe menjëherë e ktheni vazon përmbys dhe i lëm në këtë mënyrë derisa vazoja të ftohet komplet. Në këtë mënyrë nuk keni pse t'i zjeni vazot, pasi duke i lënë me kokë poshtë, vazot mbyllen hermetikisht dhe nuk marrin ajër turshit. Prandaj turshit nuk ju prishen dhe në këtë mënyrë keni mundësi t'i ruani për disa muaj. Pasi vazoja ftohet mirë, ju mund t'i ruani në dollap dhe mund t'i ruani në këtë mënyrë deri në dimër ose edhe më gjatë. Këto janë turshi pa konservues që bëhen shumë të mira dhe janë si ato që blini të gatshme në dyqan. Pas 2 javësh i keni gati që t'i hapni. Sa më shumë t'i lini, aq më të mira bëhen turshit. Kjo ishte edhe mënyra e përgatitjes së turshive që unë bëj me speca të kuq. Me këtë metodë, specat mund t'i ruani për një kohë shumë të gjatë, mund t'i ruani ato deri në dimër, ose nëse doni edhe për më gjatë. Vazot pasi mbyllni mirë, i vendosni në dollap në një vend të errët, ku nuk ju bie drita dhe më besoni që nuk do t'ju prishen asnjëherë. Gjithashtu në fund fare, pasi t'i hapni vazot, do të shikoni që specat do t'jenë të forta dhe nuk do t'jenë zbutur. Mua më ka ndodhur që këtë lloj turshie ta ruaj edhe për më shumë se 6 muaj, edhe pasi e kam hapur vazon, specat kanë qenë sikur i kam futur ditën e parë. Pra nuk janë zbutur fare. Kush e ka provuar këtë metodë, ka ngelur i kënaqur, por gjithashtu, fakti që unë e përgatis të recetë prej disa vitesh, tregon që kjo recetë ka vërtet rezultate të mirë dhe në familjen time, këto lloj turshie preferohen shumë. Nëse kjo recetë ju pëlqeu, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft.